Zoti Dhul Gjelal thot në njërin nga ajetet e Kur'anit që ne shpeshherë kemi potencuar. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ky është ai Kur'ani, o ju njerëz. Pra Zoti drejt për së drejti po ju thot ky është ai Kur'ani, i cili ju çon juve tek ajo çka është më e mira, i cili ju orienton dhe ju udhëzon juve për tek ajo çka është më e mira. Shiko sot bota plot probleme ka. Mes e tyre dhe ne kemi probleme. Vallahi ju nuk e dini se çfarë probleme ka familjet tona. E nëse ju do të dëgjoni se çka futet punë për celulare, mbi problemet familjare, bashkëshortore, prindët çka kanë probleme me fëmijët, e fëmijët me prindërit, do të habiteni. Mirë po ne për arsye etike nuk duam t'i përmendim kurrësi se nuk është pra Islami flet për fenomene, s'po flet për emra. E fenomene pra dukurit të tilla kemi në shoqërinë tonë. Dhe mos mendoni që jemi shumë rahat dhe jemi shumë mirë. Jo, kemi shumë probleme serioze dhe shumë probleme të rëndësishme. Po pse na vjen ky problem? Çka kemi devijuar neve që vetëm problemet po na vijnë dhe zgjidhjes po e gjejmë? Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. O njerëz, a do të ikësh prej problemeve? A do të gjesh zgjidhje atyre? Po dua. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ky është ai Kur'ani i cili të çon tek ajo çka është më e mira për ty. Pra ky është ai Kur'ani i cili aty ku të çon nuk ta hap derën e problemit, ta hap derën e zgjidhjes. Mirë po kur ti devijon nga fjala e Zotit Dhul Gjelal, shikoni sot njerëzit sa interesant janë. Po duan zgjidhje dhe shpejt po thojnë më bëjnë një rukje. Mirë po vëlla fal namaz jo. Shikojeni, ne duam zgjidhje, po ndërkohë të plotësojmë kushtet s'po duam. Pra po mendojnë njerëzit se hoxha është në famxhor, hoxha është në magjistar, ka shkopin magjik dhe mund ta ndryshojë jetën njerëzve. Jo më vëlla, çështja e ndryshimit është proces, i cili është në vazhdueshmëri kërkon përgjegjësi prej teje, dhe në vazhdueshmëri ti deri në vdekje duhet ballafaqohesh këtë. Por si? Duke zbatuar fjalën e Zotit Dhul Gjelal. Ti do zgjidhje për namaz mos falësh, ti do zgjidhje për alkoolin mos e lësh, ti do zgjidhje për të përzihesh aty ku përzihet shejtani. E pastaj zgjidhje tua. Po nuk kemi shkopin magjike. Zgjidhja është në dorën tënde, por a do vërtet ti zgjidhje? E dua, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ky është ai Kur'ani i cili ta ndryshon jetën nga e keqja dhe të çon tek ajo çka është më e mira për ty, çka është shpëtim për ty, çka është e shëndosh për ty, çka është stabile për ty, çka është lumturi dhe shpëtim për ty në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Men amila salihan min adh-dhakari aw untha wa huwa mu'min lanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Çdo kush i cili bën një të mirë për hir të Zotit Dhul Gjelal, qoftë ai mashkull dhe femër, shikojeni pregtimi i Allahut nuk është pregtimi i njerëzve, çka sot premtojnë nesër të mashtrojnë pas nesër tradhtojnë. Jo, fjala e Zotit Dhul Gjelal që është hak dhe s'ka ndryshim, është garancia e sigurt 100%. Ai ka thënë, kushdo që bën mirë, qoftë ai mashkull dhe femër për hir të Zotit Dhul Gjelal, duke e besuar madhrinë e Allahut Dhul Gjelal, duke pritur shpërblimin nga ai dy botrat, ne do t'i japim atij një jetë të lumtur në jetën e kësaj bote. E ne le ta testojmë vetëm me këtë ajet.